Hatim El Asam, besimi I pastër, mrekullia e sigurt. A e dini se si besimi I palkundur mund të ndryshojë fatin tuaj? Historia e Hatim El Asam na mëson pikërisht këtë. Hatim El Asam, një njeri I devotshëm, vendosi të shkojë për haxh, duke u mbështetur vetëm tek Allahu. Vajza e tij e vogël, me zemër të pastër, I tha: "Babi, shko. Allahu do të kujdeset për ne." Kur familja mbeti pa ushqim, vajza e vogël I qortoi vëllezërit: "Allahu na ushqim, jo Hatimi." Allahu, në mëshirën e tij, dërgoi një tregtar të pasur për t'i ndihmuar. Besimi I vërtet në Allahun sjell mrekulli dhe preje. Familjet, edukatorët, le të mësojmë nga kjo histori se si besimi I pastër, si ai I një fëmije, mund të na udhëheqë në çdo sfidë. Le të forcojmë besimin tonë dhe të mbështetemi tek Allahu në çdo hap. Le të ndajmë këtë histori me të tjerët, duke frymëzuar besim dhe shpresë. Vizitoni faqen tonë për më shumë histori frymëzuese dhe mësime të vlefshme. Le të jemi të bashkuar në rrugën e besimit dhe devotshmërisë.